Përshëndetje të nderuar miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, këtë herë për të vënë në shënjestër Kiara Titon dhe Livia Brungën. Kiara për një lajm të mirë, ndërsa Livia për një lajm të keq. Ju e dini shumë bukur që unë e kam analizuar çdo lëvizje të Kiarës, në fakt ka 3 ditë dhe hamencimin tim, hipotezën time, kam hedhur me njëherë në rrjetet sociale për të marrë edhe mendimin tuaj, por sot Kiara Tito ka reaguar. Edhe pse nuk kishte ditë që nuk postonte asnjë gjë nga ana e Portokallisë, nuk do ta quaj mekanizëm marketingu, sepse Kiara nuk është artiste apo nuk është personazh publik që përdorë një mekanizëm marketingu. Instagrami i Kiarës është aq i fuqishëm që së shpejti do të arrijë 1 milion klikime dhe në fakt nuk i hyn në punë asnjë farë forme mekanizmi i marketingut. Por Kiara ditën e sotme ka postuar një fotografi që në kupton që Kiara do të kthehet në Portokalli. Pas një periudhe të gjatë heshtje në rrjetet sociale, moderatorja e njohur Kiara Tito ka rikthyer gjithë vëmendjen tek vetja me një lajm që po komentohet gjërësisht. Ditën e sotme në profilin e saj në Instagram, Kiara Tito publikoi një fotografi ku shfaqet duke ndryshuar ngjyrën e flokëve, një detaj që menjëherë ngjalli reagime të shumta nga ndjekësit e saj. Por ky nuk ishte thjesht një ndryshim estetik. Krahas fotos, Kiara Tito shkroi një mbishkrim që e shndroi postimin e saj në një lajm të madh televiziv. Më ndiqni tashmë në sezonin e ri. Mbishkrimi është i shkruar në gjuhën angleze, teksa Kiara ka postuar vetëm një pjesë të kokës së saj që po bën ngjyrimin e flokëve. Ky mesazh i shkurtër por i fortë ishte i mjaftueshëm për të konfirmuar atë që fansat kishin kohë që prisnin rikthimin e saj në ekran, dhe jo në çdo ekran, por në njërin prej programeve më të ndjekura të humorit shqiptar në dekada, Portokalli. Sipas burimeve të afërta me produksionin, Kiara do të jetë pjesë e formatit të ri të spektaklit, duke marrë rolin e moderatores ashtu siç në fakt e kishte, dhe duke na dhënë skena të bukura artistike brenda këtij formati. Një pozicion që jep asaj jo vetëm përgjegjësi të reja, por edhe një mundësi për të treguar anë të ndryshme të personalitetit të saj televiziv. Ky është një lajm i madh në karrierën e saj, pasi deri më tani ajo ka qenë më shumë e identifikuar me programe ros dhe formate të tjera shoqërore. Ka 2 vite që Portokallia po jep Kiarës një popularitet shumë të madh, po jep Kiarës një vëmendje shumë të madhe dhe në fakt po i nxjerr Kiarës atë artin që Kiara nuk pati mundësi ta shpreh brenda formatit të Big Brotherit, sepse dashuria me Luizin me patjetër që e fokusoi në rrugtim tjetër. Ndërkohë ajo vetë ka zgjedhur që surprizën ta shoqërojë me një transformim total të pamjes. Flokët e saj, gjithmonë të komentuar nga publiku, këtë herë po marrin një ngjyrë krejtësisht të re, duke simbolizuar siç duket një kapitull të ri në jetën edhe në karrierën e saj. Fansat kanë vërshuar me komente ku shumica e komplimentojnë për guximin dhe urojnë për këtë fillim të ri dhe kaq të bukur. Ky rikthim vjen nga një moment strategjik pak ditë përpara fillimit të sezonit të ri televiziv, ku më 1 tetor Portokalli do të prezantojë risi dhe ndryshime në formatin e tij. Me praninë e Kiarës pritet që programi të fitojë një tjetër dimension, duke kombinuar humorin me sharmin dhe elegancën e saj të bukur. Kiara Tito, e cila prej kohësh është ndër figurat më të përfolura në mediat ros, duket se ka zgjedhur të kthehet jo me deklarata, por këtë herë me vepra, duke treguar se karriera e saj mediatike është larg përfundimit. Në fakt, ajo sapo nis një etapë të re, ku roli moderatores në një program kaq të madh i jep asaj një status të ri në botën e televizionit shqiptar. Në fakt dua të ndaloj pak te Kiara, sepse Kiara Tito ka marrë përsipër një angazhim goxha të fuqishëm. Fillimisht një herë do të jetë moderatore në Portokalli, aty ku Kiara ka shëndritur në sezonin e vitit kaluar, na ka dhënë gjithmonë atë dashurinë e madhe për ta ndjekur, për ta klikuar dhe më së shumti për të ndjekur dhe skeçet e saj, por do të ketë krahas kësaj edhe një rrugtim shumë të bukur
ku Kiarën do ta shohim në një rol kryesor, një film i realizuar nga bashkëshorti i saj Luizelli, ku Luizi dhe Kiara do të sjellin në shënjestër dashurinë e tyre, sakrificën për dashurinë e tyre dhe të gjithë luftën që ata jetuan pas përfundimit të Big Brotherit nga njerëzit të cilët nuk dëshironin që këtë çiftin ta shikonin bashkë. Unë gjithmonë kam thënë dashuritë e vërteta janë shumë të rënda për të qëndruar në këmbë, por Luizelli dhe Kiara Tito me të gjithë forcën e shpirtit dhe besimin ndaj njëri tjetrit e mbajtën dashurinë e tyre në këmbë. Unë uroj që Kiara të ketë një nisëm të bukur dhe të na dhurojë çdo të diel një spektakël të paparë. Nga Kiara Tito do të kalojmë tek një personazh që këtë vit pa tashje i mori zemrat e të gjithë publikut shqiptar. Do ndalem tek Livia Brunga, një vajzë shumë e bukur, një vajzë që brenda asaj shtëpie foli hapur për dashurinë, foli hapur për emocionet që ka kundërdrejt një djalit të njohur brenda një formatit të quajtur Përputhe, një format që në shënjestër ka dashurinë. Livia Brunga, edhe pse e sëmur nga spitali i Tiranës, ka postuar disa fotografi që ka marrë vëmendjen dhe ka tërhequr vëmendjen e publikut shqiptar. Ish-banorja Big Brother VIP Albania Livia Brunga nuk lë rast pa tërhequr sytë e ndjekësve të saj. E njohur për natyrën e saj provokuese dhe për mënyrën se si ditë të shfrytëzoi rrjetet sociale, ajo ka publikuar së fundmi disa fotografi që kanë ndezur komentet dhe reagimet të ndjekësve. Në 3 imazhe të publikuara në Instagram, Livia shihet e ulur në një koltuk me veshje sportive që i thekson linja trupore. Pavarësisht se ka deklaruar se nuk ndihet mirë dhe ka temperaturë, ajo ka ditur të shfaqet joshëse dhe me plot vetbesim. Edhe me temperaturë ka shkruar në përshkrim, duke e kthyer në një gjendje të zakonshme sëmundjen në një moment për të diskutuar dhe komentuar nga të gjithë ndjekësit e saj. Ky postim është pritur me njëherë me 10 reagime, ku fansat e saj e kanë komplimentuar për pamjen dhe energjinë që ajo përcjell, ndërkohë që disa të tjerë kanë kritikuar faktin se Livia, edhe kur është e smur, zgjedh të provokojë publikun. Megjithatë, kjo nuk është hera e parë që ajo di të tërheq vëmendjen në këtë mënyrë. Që pas daljes nga Big Brother VIP Albania, Livia është shndruar në një nga personazhet më të ndjekur në rrjetet sociale. Çdo postim i saj kthehet në lajm, duke mbajtur gjithmonë emrin e saj në qendër të diskutimeve online. Pamja e kuruar, stili sportiv por njëkohësisht provokues, si dhe mënyra e të shkruarit e bëjnë atë një nga ish-banoret më të përfolur të edicionit. Në këtë rast, Livia ka arritur sërish të kombinojë thjeshtësinë me sensualitetin, duke dëshmuar se edhe një moment i zakonshëm si sëmundja mund të kthehet në pjesë të imazhit të saj publik. Një gjë është e sigurt, Brunga di si të mbetet në qendër të vëmendjes edhe nuk lë askënd indiferent. Në këtë rast, Livia Brunga ka tërhequr vëmendjen e publikut me daljen e saj të fundit. Në fakt, nuk kemi një deklaratë, në qoftë se Livian do ta shikonim në një panel televiziv, edhe pse dyshoj shumë në fakt që Livia Brunga do të jetë paneliste në Goca dhe Gra, ku do të kishte folur hapur për dashurinë, por në anën tjetër, dyshime kam të mëdhaja edhe për një protagonist që do ta sjell në videot e radhës. Këto ishin 2 lajmet që në fakt nuk kisha përzgjedhur për Kiarën edhe Livian, i bëra bashkë sepse janë 2 goca tepër të guximshme. Kiara njihet për qëndrueshmërinë e saj, për stabilitetin e saj dhe për kombinimin që bën mes modernes dhe traditës. Kur flas mes modernes dhe traditës, nuk kupton që Kiara, domethënë, ditën ndaj profesionin nga jeta familjare, ku ka treguar dashurinë e bukur për familjen, dhe në anën tjetër kemi Livian që me të gjithë forcën e saj mundohet që të jetë sa më sinqert dhe sa më afër publikut. Në fund të ditës, një lushnjare dhe një shkodrane gjithmonë din të bëjnë ndërthurjen e bukur dhe të sjellin artin e bukur në skenë. Ne do të takohemi sërish së bashku. Ju çfarë duhet të bëni? Gjithmonë duhet të bëni subscribe në videot tona për të dëgjuar më së shumti lajme rreth artistëve shqiptar.